Paça me ju o vëllezër dhe motra, kemi një fjalë pranimin e Jezu Krishtit. Ne nuk kemi të krishterë për gjak. Gjaku nuk na bën ne të krishterët. Një mbiemër nuk na bën që ne të jena të krishterë. Nuk ka rëndësi kongë, fis, popull, racë. Nuk ka rëndësi gjuka. Qa bën që ne të jena të krishterë, që ne të mirë pranojmë Jezu Krishtin. Në thërshin e vetë, me fjalët e veta, jetën e duruar, me pranu shpirtin e ti, me besu, në këtë dashuri, ai kanë poshur vdekjen. Edhe ata që e pranojnë Jezu Krishtin në jetën e vet, eksperimentojnë pushtetin e tij mbi vdekjen. Mbi vdekjen e vet, thotë në Ungjil, Krishti na jep dy shembuj e njerëzve që kanë pranuar fjalën e Zotit, që kanë pranuar profetët. Ai thotë, asnjë profet është i mirë se ardhur në tokën e vet, në atë dheun e vet, që ai ka shpallur Ungjillin në Nazaretin. Edhe njerëzit e kanë refuzuar, që kanë menduar që ata e kishin njohur tashmë Jezusin. Si puna jon shumë herë që ne nuk pranojmë fjalët e Zotit me thjeshtësi në realitetin ton konkret, si është e mundur që Zoti të më jap një fjalë nëpërmjet gruas, nëpërmjet burrit, nëpërmjet fëmijëve të mi. Unë që jam më i madh, më marr një fjalë për kthimin tim prej fëmijëve, është e mundur. Edhe Zoti normalisht na flet nëpërmjet ngjarjeve konkrete, gjëra të thjeshta në jetën tonë. E mirë Krishti thotë, me Elin edhe me Elizeun, ta kanë kënë të dërguar njerëzve të huaj, i ka kënë dërguar tek Vejusha në Sarept, tek Naamani, Sirian, e të dy kanë kënë shpëtuar prej Zotit. Naaman, një person që ishte me vdekjen në mishin e vetë, një person që ishte duke vdekur, një person që ishte i gjallë, por që ecë në vdekjen. Edhe që ka kënë shëruar prej Zotit, sepse ka dëgjuar fjalën e profetit, ka pas vështirësi me dëgju, me pranu mu bind Zotit. Por në fundit, bindja ka sjell frytet e veta. Se ti edhe unë bindemi fjalës e Zotit, do të shohim frytet e saj, frytet e fjalës, sepse fjala e Zotit sjell me veten Shpirtin e Shenjtë, që na mundson që ne të duam edhe të veprojmë. Edhe Vejusha e Sareptës ka pas djalin e vet që ka vdekur, që kishte vdekur. Edhe Elia është lutur për të, edhe Zoti ka rikthyer në jetë. Këto dy personazhet kanë eksperimentuar pushtetin e Zotit mbi vdekjen. Edhe unë, nëse pranojmë Jezusin në realitetin ton konkret, do të eksperimentojmë gjithmonë më shumë pushtetin e pashkeve të Jezusit. Lëvdu Krishti.